jam thellësisht i pikëlluar nga vdekja tragjike e 3 të rinjve tonë në 2 raste të ndryshme ditëve të fundit. Motrat Erza dhe Aulona Zubaku në një aksident rrugor në Gjermani dhe Valmir Morina në vendin e tij të punës në Prizren. Në emrin tim dhe të Qeverisë Republikës Kosovës shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjet Zubaku nga komuna e Kamenicës dhe Morina nga komuna e Malishevës. Të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në mbledhjen e 25 të Qeverisë Republikës Kosovës, e para në të cilën po takohemi fizikisht pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Më lejoni të uroj qytetarët për procesin e rregullt, të lirë dhe demokratik zgjedhor. Kosova nuk kishte nevojë për këto zgjedhje dhe ky rezultat e dëshmon këtë, të cilën e kemi thënë e ripërsëritur para se ato të ndodhnin. Sido që të jetë, qytetarët folën sërish qartë. Rezultati duhet të pranohet e të respektohet dhe vullneti i popullit të zbatohet e të përkthehet në institucione funksionale, demokratike, të angazhuara e të përkushtuara për zhvillim e mirëqenie, arsim e shëndetësi, për siguri e mbrojtje, industri e prodhim, investime të mëdha infrastrukturore nga hekurudhat te digat e jo vetëm. Andaj, porsa të certifikohet rezultati i zgjedhjeve, do të nisim punën dhe diskutimet për formimin e institucioneve të reja, konstituimin e legjislaturës së 11 të kuvendit, formimin e qeverisë së re dhe zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Të dashur qytetar, afër 27 vjet e gjysmë pas masakrës së Reçakut, janë arrestuar 5 ish-pjesëtar të policisë së Serbisë. Derisa në njërin anë përgëzojmë institucionet për arrestimin e të dyshuarve, pas, siç u tha, një hetimi prej 6 muajsh, nuk mund të mos vëmë në spikon faktin se deri në vitin 2020, askush nuk është marrë në këtë rast. Rrjedhimisht nga mira lënë të trashëguara nga Euleksi, asnjë nuk ishte për masakrën e Reçakut. Në njërin anë kemi arrestim pas 6 muajsh hetim, e në anën tjetër kemi më shumë se 2 dekada dështim apo kurrfarë përpjekjesh për ndjekje të përgjegjësve dhe zero angazhim për drejtësi lidhur me këtë rast. Derisa po ja afrohemi 3 dekadave të plota nga lufta e fundit, dëshmitarët po plakën e jo pak të tjerë dhe kanë vdekur. Andaj është e domosdoshme që hetimet dhe gjykimet për krimet e kryera gjatë luftës të marrin hov e ritëm të shtuar. Si qeveri e Republikës jemi gjithnjë të interesuar, të angazhuar dhe të përkushtuar të ndihmojmë në këtë drejtim. Të dashur qytetar, sot dua të uroj ditën e komunitetit egjiptian, duke i falendëruar për kontributin e tyre të vazhdueshëm për shtetin tonë. Do të jemi krah jush dhe pranë jush ashtu siç kemi qenë përherë. Urime.